Siç po shihet prapa me një numër i madh i ulëseve në rrugën Martirë të Kombit, po shihet edhe problematik për banorët. Ata prapa kamerave na treguan se shumë shpesh kanë bërë ankesa në institucionet përgjegjëse, po deri më tani asnjë përgjigje konkrete nuk është marrë. Në rrugën Martirë të Kombit është vendosur një numër i madh ulësesh edhe pse kjo zonë nuk është shumë e frekuentuar për ecje. Banorët kanë bërë disa herë kërkesa për rishikimin e kësaj çështje, por ende nuk ka pasur asnjë reagim nga institucionet përkatëse. Pavarësisht shqetësimeve të shprehura, situata mbetet e pandryshuar. Banorët kërkojnë që ulëset të vendosen në vende ku ka më shumë nevojë për to dhe që resurset publike të menaxhohen në mënyrë sa më të mirë. Ata vazhdojnë të presin një përgjigje dhe një zgjidhje konkrete nga autoritetet. Ndërkohë, nga zyra për informim në Gjakov në një përgjigje përmes telefonit, ekipi i Syrit mëson se është duke u bërë përpjekje që ky projekt të risistimohet me ndryshimin e vendeve të disa ulëseve në këtë zonë.